Qarku i Lezhës është përballur me një situatë vështirë gjatë 48 orëve të fundit. Sipas të dhënave zyrtare të mbrojtjes civile, janë regjistruar 20 raste gjysej, nga të cilat 17 në bashkinë Lezhë, 2 në Kurbin dhe 1 në Mirdit. Por fal angazhimit të strukturave në terren është bërë mundur shuarja të gjitha vatrave, por zjarret kanë lënë pas dëme të konsiderueshme në sipërfaqe pyjore dhe në pemtari. Prefekti i Qarkut Lezhë, Taulant Malshi, thotë se për 2 raste janë referuar materiale në prokurori, pasi dyshohet se kemi të bëjmë me zjarrvënie të çëllimshme. Gjatë 48 orëve të fundit, Qarku Lezhë është përballur me një numër të lartë të zjarresh. Konkretisht në bashkinë Lezhë kanë rezultuar 17 raste zjarresh dhe në bashkinë Kurbin 2, në bashkinë Mirdit 1 rast. Të gjitha rastet janë përballuar me sukses, çka do të thotë që ka pas dëme të pakta materiale, dëm i cili ka qenë kryesisht bimësi dhe sipërfaqe pyjore. Në 2 raste zjarri janë angazhuar edhe forcat zjarrfikseve të bashkive Vaudez dhe të bashkisë Mirdit, të cilat kanë ardhur në ndihmë të forcave zjarrfikseve të bashkisë Lezhë. Të gjitha rastet janë ndjekur edhe me strukturat e policisë shtetit dhe ka patur edhe konstatime dhe materiale të referuar në prokurori për 2 raste në ishull Lezhë. Prefekti Malshi thotë se janë marrë të gjitha masat për të përballuar situatën që mund të krijohet gjatë muajve korrik dhe gusht, ndërsa apelon për kujdes maksimal, pasi temperaturat kanë arritur deri në 38 gradë Celsius, duke rritur rrezikun për zjarre. Apeli është që tregojmë gjithnjë të kujdesshëm si të shmangim të ndjekjen e menturinave, të kemi kujdesshëm mos helljen e bishteve të cigare në ambiente të thata, sepse edhe temperaturat e larta e favorizojnë dhe të bëjmë sa më shumë që të mbrojmë natyrën, mjedisin, jetën dhe rrjedhimisht se jo të jemi të kujdesshëm dhe të mos cënojmë as mbarvajtjen e sezonit turistik që është kaq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të familjeve tona dhe të rajonit tonë. Aktualisht në Qarkun e Lezhës nuk ka asnjë vatër zjarri aktive, por strukturat e emergjencave vijojnë të jenë në gatishmëri për t'i paraprirë dhe përballuar me sukses çdo situatë që mund të krijohet.